E diela e Larit, një nga ditët më të rëndësishme në kalendarin e kremtimeve të katolikëve, u kremtua me solemnitet në katedralën e Shën Kohët në Lezhë. Besimtarët të shumë morën pjesë në Meshën e Shenjtë, duke sjellë me vete tekull liri dhe dafina për të bekuar si simbol i paqes, përulësisë dhe fitore së jetës mbi vdekjen. Liturgjia të Dielës së Larit shënon hyrjen e Jezusit në Jeruzalem dhe hap javën e shenjtë që kulmon në Pashkën. Mesha drejtuar nga qytetari i Diocezës së Lezhës, Ottavio Vitale, përcolli një mesazh të thellë shpirtëror për përgatitjet të zemrës dhe shpirtit për ngjalljen, duke ftuar besimtarët të afrohen më shumë me Zotin në këto ditë të shenjta përmes lutjes, pendeses dhe dashurisë ndaj njëri tjetrit. Vlezëre motra, gjysmë për fillim të kreshmeve e përgatite me zemrat tona, me pendes dhe me vepra dashurie. Sot jemi bashkuar që në mbar kishen të bëjmë gati për misterin e Pashkëve të Zotit tonë, do me thënë për misterin e mundimeve dhe të ngjalljes së tij, për të cilën dhe hyrjen në Jerusalem, qytetin e vet. Prandaj, ta ndjekim Krishtin me fete gjallë dhe me kushtim, duke përkujtuar këtë hyrje shpëtimtruese, pasi me anë të hyrjes u bëjmë pjesëtar të Krishtit, dhe kemi pjesën në ngjalljen dhe jetën e tij. O figjit pushtet shëve dhe amushua, shëntëroj me bekimin tënde, këta remba, që ne të cilët e begëzim po e përcjell për Krishtin mbretët, ne për të mund të arrijmë në Jerusalem të amushuar, ai që jetonë mbretëron në shekuj të shekujve. Atmosfera festive dhe shpirtërore në katedralën e Shën Kohët dëshmoi besimin e gjallë të komunitetit katolik në Lezhë dhe përkushtimin e tij për të ruajtur dhe përcjellë vlerat e fesë dhe traditës.